Shqiptar kudo që jeni në diaspor, ju xhamat, imam dhe kryesi të xhamive shqiptare në Evropë dhe Amerikë, po ju drejtohem me një informacion dhe lutje në të njëjtën kohë. Në Freiburg të Gjermanisë është themeluar qendra islame shqiptare. Kanë blerë tokë dhe objekt për të shfrytzuar si xhami dhe qendër kulturore, arsimore, edukative shqiptare. Ata njerëz të mirë e patriot të vërtet kanë nevojë për mbështetjen dhe ndihmën tuaj financiare. Përveç të tjerëve në kryesinë e asaj qendre, Ilaz Rexhepi kryetar dhe Yunus Mustafa antar i kryesisë janë duke bërë çmos që t'i sigurojnë mjetet dhe t'i dalin në krye këtij projekti kaq madhështor. Andaj kanë kërkuar edhe prej meje që ta bëj këtë apel sante. Duke ditur unë humanizmin tuaj dhe kontributin e pashoq që keni dhënë gjithmonë për vendin, për blerjen dhe themelimin e xhamive, si dhe organizime të tjera kombëtare në diaspor, ju bëj thirrje që ta ndihmoni atë xhami sepse ata njerëz kanë nevojë për ndihmën tuaj. Për informacion e shtesë, kontaktoni qendrën islame shqiptare në Freiburg të Gjermanisë. Allahu ju shpërbleft për të gjitha punët e hajrit që bëni.